Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio, të nderuar dëgjues së bashku me këngëtaren e mirënjohur, Mirëmëngjes Shkodër. Mirëmëngjes të nderuar mirëmëngjes së bashku programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Mirëmëngjes të nderuar mirëmëngjes së bashku programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Mirëmëngjes të nderuar mirëmëngjes së bashku programit të Drejt në zërit, pjesëmarrje në aktivitete të shumta, suksesin në këngët që ka interpretuar në një aktivitet që pulson në vitet 70, 80, 90. Në fakt, si është për ty kjo periudhë e bukur aktivitete shpresë? Ka qenë një periudhë shumë e bukur, por edhe shumë e lodhshme, sepse aktivitetet kanë qenë shumëta. Dhe fillimet e mia kanë qenë një moshë shumë të vogël, moshën 10 vjeçare, kur kam fillu. Dhe pastaj njëherë me Shtëpinë e Pionierit, ma vonë me klubin e rinisë Herojtë e Vigut, me teatrin Migjeni, ku jam gjitë në të skenë për herë të parë, në moshë shumë të re, me Shtëpinë e Kulturës, me ndërmarrjen artistike. Dhe me thënë ka një kohë ku unë s'kam pas kohës as me menu për vejdi. Ka që gjesho po kanë. Si që po i përmend gjithë këto institucione, vlen të përmendet me shumë respekt puna e tyre. Janë institucione zinxhir, Shtëpia e Pionierit, Klubi i Rinisë, Shtëpia e Kulturës, Teatri Migjeni, ndërmarrjet kanë qenë një shkollë e madhe e kultivimit të artit dhe të talenteve, apo jo? Sidomos Klubi i Rinisë. Një shkollë e madhe e kultivimit të artit dhe të talenteve, apo jo? Sepse aty kanë Klubi i Rinisë. Një shkollë e madhe e kultivimit të artit dhe të talenteve, apo jo? Sepse aty kanë Klubi i Rinisë. Një shkollë e madhe e kultivimit të artit dhe të talenteve, apo jo? Sepse aty kanë Klubi i Rinisë. Marr pjesë në gjithë këto aktivitete. Kush të ka mbështetur aq fort? Në fillimet e mia, domethënë në moshën e adoleshencë, ishte Tonin Daia, i malli Tonin Daia. Ishte ai që më shtyse në parë, domethënë, si muzikant. Mana ma vonë janë gjithë këto artistët, Nazmi Lishi, Luan Borova, me cilën unë kam bërë një karrierë shumë të gjatë, edhe këtu dhe jashtë. Zydi Barbullushi me Teatrin Migjeni, fillimet dhe më thanë, kanë shumë bukura, shumë nderim për ta, nuk jetojnë asnjëri. Dhe të vjen keq natyrisht, sidomos për më të rinjt që
ikën nga kjo jetë herët, por respekt për të gjithë, përmendet zotni Tonin Dai, kanë qenë jo vetëm muzikant, jo vetëm artist, por kanë luajtur rolin e edukatorit, edhe të prindit në këto institucione, i kanë dhënë impuls të bukur jetës kulturore, apo jo? Kanë qenë njerëz që i kanë dashur artin, i kanë dashur artistat, i kanë përkrahur shumë, i kanë ndihmu për çdo aktivitet, për çdo rast, edhe si nga ana artistike ashtu dhe janë gjendë si prind, sepse ne gjithkohës kena kanë aktivitet dhe përmendet përsëri Zydi Barbullushin, Nazmilishin, Luan Borovën, kanë qenë gjithë këta kanë ikë gjithë. Edhe kanë qenë vërtet mbështetës të artit, kanë qenë frymëzues të gjithë artistëve, kanë punuar shumë me shpirt, kanë punuar me shpirt, respekt për gjithë. Në fakt shpresë ajo çfarë të bie në sy, jo më koti përmendëm këto drejtues të muzikës, sepse kanë ditur të drejtojnë artistin. Ajo shpeshherë më kujtohet Luan Borova që përmendëm radio dhe drejtues për repertorin e të gjithë të muzikës, sepse kanë ditur të drejtojnë. Jo vetëm këngëtare që përmenduar radio dhe drejtues të repertorin e të gjithë të muzikës, në fakt se kanë ditur të drejtojnë jo vetëm këngëtare që përmenduar radio dhe drejtues të repertorin e të gjithë të muzikës, në fakt se kanë ditur të drejtojnë të koncerteve këngëtare që përmenduar radio dhe drejtues të repertorin e të gjithë të muzikës, në fakt se kanë ditur të drejtojnë të koncerteve vazhdojnë me kanë. Edhe më kujtohet që ke interpretuar shumë këngë të bukura, kur këndoje ti, me lule të bukura, kënga në infrashit, përmend këto këngë që i ke kënduar me grupin e Radio Shkodrës, por që kanë qenë dhe këngë të repertorit të Vaçezelës, të ka frymëzuar kjo këngëtare e madhe? Në fakt, unë nuk, si repertor të timin, unë nuk kam shumë, nuk kam, dhe më thanë, nuk ka pas shumë kompozitor që kanë punu për mu, por për arsye se unë gjithmonë kam kënu këngët e Vaçës, dhe Shkodra dhe më thanë është krenu me mu, dhe ka thanë që, për modestia më ndashe, ka thanë që ne nuk kena nevoj për Vaçën, se kena shpresën. Po mirë, sa shumë të ka frymëzuar kjo këngëtare madhe? Shumë, ajo ka një figurë shumë e madhe. Ne nuk kena nevoj për Vaçën, se kena shpresën. Po mirë, sa shumë të ka frymëzuar kjo këngëtare madhe? Që unë në të moshë të rej, i ka marrë me shumë me shumë entuziazëm, me shumë dëshirë këngë të saja, dhe besoj kam arrit në realizimet mira. Besoj. Është vërtet. Natyrisht, ai që të vlerëson është publiku. Dhe kontaktet me publikun kanë kënë dhe janë të shumte, të jashtëzakonshme. Mund të kujtosh diçka impresionuese që ke patur në kontaktet e shumta, jo vetëm në Shkodër, por edhe përtej Shkodrës, sepse koncertet kanë qenë të larmishme. Unë kujtoj shumë raste të bukura, sepse artisti përjeton shumë raste të bukura, po edhe vështirësi ka, vështira, por kujtoj para shumë viteve, unë isha në moshë shumë të re, në një koncert në Vad Days, ishte njëri Vaçezela, dhe unë aty kam kënu këngën Valë si lumëtoris, dhe aty ajo mejti këshu, sepse nuk e besonte, sepse unë isha një fëmijë krejt, i vogël, i doptë ashtu edhin, dhe ku i del gjitha i zë. Edhe dhe më thanë, aty kanë kënë fjallë të para të Vaçës që mu më kanë dhanë edhe koraj o shtys për ta vazhdu. Në fakt, si ke punuar me zërin që ta mbash në formë, ta kultivosh, si ke punuar? Të them të drejtën, në shtëpi ne s'kemi pas kushte me punu për zanin, por në teatr, apo në shtëpinë e kulturës, apo në klubin e rinis, kena ba vokalisa fillimisht, sepse kanë kënë gjithë muzikantat që na kanë trajtu. Dhe je kujdesur që të mos dëmtohesh natyrisht, të mos ftohesh, ta mbash. Po tjetër, kujdesi ka kanë shumë i madhe, dhe pse kanë shumë vështirë kohët atëherë.
Normal, sepse me zonë kam jetu. Por vitet kanë rrjedhur me intensitetin e tyre të çfaqjeve, të koncerteve të ndryshme në Shkodër, kujton festivalet për shembull, ka pasur shumë festivale. Ka marrë pjesë në disa festivale, por që pengesa, domethënë, për të dalë jashtë Shkodrës dhe për të kënuar festivalet e radios, ka qenë nga Shkodra, sepse gjithmonë Shkodra ka dashur që unë që mu të më kenë këto. Sepse gjithë koncertet, unë kam kenë ajo që kam hapë dhe i kam bëllë. Por kam marrë pjesë edhe në shumë festivale të interpretuzve, festivale të radios, ku kam marrë edhe çmime, ku jam vlerësuar edhe zani më i mirë i vitit, ku jam vlerësuar edhe me çmime të dyta, të para, të treta. Kujton diçka mbreslënse nga këto çmime për shembull? Kujtoj për shembull në Shkodër, ka qenë festivali i këngës popullore, ku kam kënuar një këngë të Zevçovës. Besa Beskala e fort. Besa Beskala e fort. Ajo këngë është bërë për stafet për mu dhe ka qenë një festivalier zakonisht i bukur dhe një interpretim i mrekullueshëm, një kujtim njerëz dhe sukses i jashtëzakonshëm. A e kujtoni pak? Besa Beskala e fort. Aja në fakt ka qenë me tekst. Me tematikë. Po, si ka qenë koha atëherë, por gjithsesi interpretimi dhe muzika e mrekullueshme e të madhit Zevçova. Kanë patur sukses gjithmonë. Dhe kujtoj që atë natë unë kam ndaj 7 minuta në skenë. Dhe janë që publiku në kam, duar trokitje të jashtëzakonshme. Këto nuk kanë qenë vetëm njerëz, por kanë qenë vazhdimsi të karrierës. Në fakt, mbas një suksesi, i cili nuk ka qenë i vetmi, po kanë qenë të shumta, si e ndjer, kush të ka, si thuash, ka përgëzuar më shumë, ke vrapuar tek familja, tek bashorti, tek fëmijët, si kujton ato? Në fillimet e mia ka qenë baba, ai që i ka prit sukseset e mia, ai që më ka drejtu, domethënë që unë të vazhdoj të kënaj, sepse në të ardhmen ti do bësh. Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio jam së bashku me aktoren e teatrit Migjeni, Shpresa. Pra ka patur ndjesi muzikore. Por shpesh më shlut që të bëhet edhe incizime në Radio Shkodra, por unë asnjëherë nuk kam tentu. Ai ka qenë, domethënë, që më ka prit gjithmonë mirë, që më ka dhënë krah për të vazhdu pasionin tim këngën. Më pas, familja që ke krijuar? Po, më vonë, mandej ka qenë familja e bashortit. Po ti ke jetuar në një familje me vjerën, me njerëzit. Si kanë qenë ato momente, se ke patur edhe fëmijët e vegjël në atë kohë dhe natyrisht është dashur që t'ja lije për të shkuar në skenë. Çfarë kujton? Në fakt, prindët e bashortit kanë qenë një nemesë e madhe për mua. Dhe këtë unë nuk mund t'ja u heqi asnjë visi, më thënë, sepse kanë qenë të jashtëzakonshëm, kanë ndihmuar gjithmonë. Dhe kanë qenë ata që janë kujdes për fëmijët, se unë jam larguar dhe me muj në festivalet e radios. Kanë qenë ata që janë marrë me rritjen e fëmijëve, me edukimin e fëmijëve, me ushqimin, me veshjen, me gjitha këto. Sa bukur. Pavarësisht se unë isha i fije kështu zezeke, se nuk më pëlqeshin ka një herë, adin gjanat që praktikisht kur i kujtoj janë, adin gjana krejt vogla, po. Por shpresë, si që thëmë... Po që duen vlerësu shumë. Absolutisht. Pa këtë mbështetje asnjë njeri, të çfarë do fushë qoftë, familja është baza nga e cila del në mëngjes dhe dëshiron të dalësh me një shpirt të mirë, të butë, me një përshëndetje, me një ëmbëlsi, ajo të jep pastaj drejtimin, apo jo, se përndryshe. Po, unë bile kujtoj vjerën që kur u vesh edhe me një ëmbëlsi, për koncerte, ajo të jep pastaj drejtimin, apo jo, se përndryshe. Unë bile kujtoj vjerën që kur u vesh edhe me një ëmbëlsi, për koncerte,
tani nusën teme se si është vesh, sa bukur veshët. Sa bukur. Jashtë zakonisht dhe më thanë, ka pas një... Nuk e di, kanë njerës ta më të mirë. Më kanë me mund karierën teme, për sa ko kanë gjallë. Mirënjohja është një vërtyt dhe mua më pëlqen kur flasim për këtë temë. I kam lërsu në çdo intervistë temen, i kam lanë atë çekot aku. Shprej se koncertet kanë qenë të shumta në Shkodër, por edhe jashtë Shkodrës, madje edhe jashtë vendit. Si kujton këtë veprimtari dhe kërkesat e publikut, kjo marrëdhënie që këngëtari ka jo vetëm me skenën, por edhe me skena të improvizuara, siç janë rastet e bukura familjare. Çfarë mund të thuash për këtë? Në rastet familjare, domethënë gjithmonë unë kam kënu me pak vështirësi, sepse është ajo mënyra që gjithmonë këngëtarin kur e lut për me kënu heziton, kupton? Por që kam kënë gjithmonë pjesëmarrëse e këtyne gëzimeve familjare, flas për familjen teme gjithmonë. Nuk kam marrë pjesë kur në dasma. Unë, domethënë, kam synu gjithmonë që t'jem këngëtare skenave, dhe ashtu ka në. Shumë bukur. Secili vendos parametrat e vetë dhe kjo është e drejtë e gjithë secilit. Ndoshta dhe kjo, domethënë në vitet e fundit e ka sfomu sa do pak figurën teme si këngëtare. Gjithsesi vitet 70, 80 dhe mesi viteve 90 kanë qenë shumë aktive. Kanë jashtëzakonisht aktive, kishim harru vedin, kishim harru familjen. Unë ma i mend një thanjët, vjerritem që thote gjithmonë. Ma i shpres thote, a do të vinë dita thote në njëherë që ti të flesh si gjithë njerëzit e tjerë. Të pushosh si njerëzit e tjerë. Dhe ka artë, është po ka shumë mund. Megjithatë, natyrisht jeta të jep shanse, të jep mundësi, të drejton drejt interesave. Në mesin e viteve 90, ju si familje keni provuar emigracionin. Ndoshta për të ndjekur ëndrrën e fëmijëve, mund të na thuash? Deri në vitin 95 unë kam qenë aktive në Shkodër. Në 95-ën ishte largimi i on, si çdo qytetari apo shumë të tjerëve që lëshun vendin dhe ikën për një jetë më të mirë, por që ne na tërhoqim më shumë vajza, sepse vajza ishte shumë e vogël kur u martu, ishte shumë e re, dhe ishte ajo obligimi i prindit që t'i rrish afër, ta ndihmosh për shumë gjana, ta shofësh jetën e saj se si do vi më vonë. Natyrisht, është një marrëdhënie. Edhe më vonë linja fëmijëve për cilët na ishim predispozuar. Por dy vajzat tuaja, siç duket kanë trashëguar një ndjesi artistike. Mira, vajza e madhe, mbaj mend që ka kënduar me ty në një koncert. Kurse Vila, po, është instrumentiste, muzikante, sa ka qenë në Shkodër me violoncelin e saj, ka patur shumë sukses, ka qenë shumë e vlerësuar. Si shkon jeta artistike e tyre? Jetë mira, ka kanë qyshe vogël po aktivizote me shkollën, ka kanë prezentuse, ka kënu, por ma shumë i ka qëndru prezentimit. Dhe më thanë është marrë me... është në skenë, por si prezentues? Deri në momentin që u largu nga sheknija është marrë. Ma vonë, më sënej, ka prezentu ka marrë pjesë në të nanën në koncertin tim të pari në recital, ku unë kam kënu me dy vajzat e mija, sepse unë krijova një këngë me muzikë dhe tekst temen për dy vajzat e mija, dhe unë e kam kënu me të dyja vajzat. Atëherë ishin vogla, por që mira tashti ka fillu të marret me prezentime në koncerte në është në Norvegji, po. Në Oslo. Nërsa Desantila ka marru për violoncel, ka marru në shkollën e muzikës për Kjakova, ma vonë në Padova ka marru shkollën e naltë të muzikës për violoncel, sot jeton në Londër,
aktivizohet edhe me orkestër simfonike. Gjë e bukur. Por gjatë kësaj periudhe ke patur jo krejt shkputja, përkundrazi, ke ardhur, ke lvizur, ke shkuar afër fëmijëve, ke ardhur prap një magnet i fuqishëm të ka tërhiqur në Shkodër. Ka kenë ajo dëshira për të mos ju nda Shkodrës, dhe shpesh kur kam ardhur një magnet i fuqishëm të ka tërhiqur në Shkodër. Edhe ndonjëherë që kanë organizuar koncerte për të mos ju nda Shkodrës, diçka të tillë, dhe shpesh kanë refuzuar. Një magnet i fuqishëm të ka tërhiqur. Kanë pranuar flas për sofrat shkodrane, për koncertet, për teatrin Migjeni, për recitalin që unë kam bën 2003-shin, pra janë 2 koncerte recitale në vitin 1989 dhe 2003. Të bësh një recital nuk është punë e lehtë. Ka kanë shumë e vështirë sepse në 2003 në të parin unë e kam bën me ndërmarrjen ku kam punu, të cilin e ka prezantu i malli Gjosha Vasia, aty kam kënu 20 këngë live direkt, dhe ka një koncert jashtëzakonisht i bukur, sepse unë isha dhe më thanë në kohën e suksesit, isha në kohën më të mirë, në kohën e famës, ishte kohën shumë i bukur për dynet aprit jashtëzakonisht mirë. Nërsa në 2003-shin ka kënë ardhe jeme për të bërë këtë koncert, ka kënë pak e çuditshme nga njerëz. Si më thanë kanë shprej, dhe më thanë edhe indinjatat në yshme, erdhe kja nga Norvegjia me bërë koncert, bakja e tilla kështu. Por në krahun tjetër janë ly, por që mu nuk më pengoj kjo gjë, sepse unë kisha punu për të bërë këtë koncert. Punët e mia kanë shumë vështira, ku unë kam punu për të realizu këtë koncert. Dhe sa herë që unë shkoshe në punë me noshe dhe thoshe që sigur të din në kolekte mi se unë qarë punët jam të ba për të realizu këtë koncert, do të habiten, por mukja nuk më shqetësot as pak, sepse ishte një qëllimi jemi për të realizu këtë koncert në mënyrat nga më të mirat e mundshme për të arritë në realizimin e këtij koncerti. Shumë bukur. Vetëm vullneti, këmbgulja, guximi, disiplina, respekti për veten bën që një punë të realizohet. Doshe me tregu që në këtë rast të këtij koncerti unë doshe me tregu që unë prap jam gjallë. Nuk diskutohet dhe shumë e fuqishme. Kjo ishte tani ideja. Dhe shumë e fuqishme. Prandaj dhe koncerti u etiketu me Kanga jeta ime. Kanga jeta. Edhe u preti jashtëzakonisht mirë, ishte prezantuse jetë mira vajza jame. Po. Dhe thanë që i dha një larmi dhe shumë bukuri koncerti. Mendon që përsëri është koha që të gjitesh skenën, të këndosh, të marrësh pjesë në aktivitet. Mendon që përsëri është koha që të gjitesh skenën, të këndosh, të marrësh pjesë. Mendon që të gjej sponsor, arrita deri punova, arrita deri në momentin që dhe me thanë, arrita deri në gjysë të rrugës për të realizu, por nuk u realizu për arsye të ndryshme, jo timin po të institucionit ku ndoshe me realizu këtë koncert. Dhe me thanë, ai koncert erdhi si një ide e jemja, sepse në 2017 nuk kalova një smunje, problem shëndetësor, të shkuara. Dhe doshe me pa vedin, a jam unë në gjendje për të realizu diçka të tillë. Nuk u realizu, besoj në ushta këtë vit. Nuk mund të thamë prap po, sepse nuk është në dorën tënde. Përderisa ekziston dëshira jote që je kryesorja, kjo përpjekje do të jetë vazhdueshme. Janë disa gjana që ndoshta arrin deri ndoshta në finale dhe aty të pritet.
dëshira për ajo gjitha. Oscilacionet në punën e artistit janë të pranueshme nga njëherë, por janë për të kapërcyer. Dëshira për ajo gjitha. Oscilacionet në punën e artistit janë të pranueshme nga njëherë këngash në buzën tënde. Apo jo? Patjetër. Në shtëpi nuk mund të këndosh me zërin tënd natyral të fortë, po nga njëherë. Unë në këtë aktivitetin tim si këngëtare e kam në shtëpi nuk mund të këndosh me zërin tënd natyral të fortë. Në dhjetor unë isha ftuar me nga njëherë. Unë në këtë aktivitetin tim si këngëtare e kam në shtëpi nuk mund të këndosh me dy këngë lirike. Dy këngë lirike të Tish Dajis, kënga e Krushive dhe me lule të bukura. Një këngë tjetër të Voçës, ku prej shumë mirë, me shumë emocion, në Oslo realizova në ëndër teme. Ka tërheqje publiku nga muzika shqiptare atje. Sidomos për shqiptarët janë të jashtëzakonshme pritjet. Edhe i dojnë shumë këngë tonë, edhe të muzikës lejtë. Kjo është një marrëdhënie e jashtëzakonshme me publikun, që ta ka ushqyer pavarësisht ndonjëherë ndonjë vështirësi apo pengese që aty knova dhe rrjedh në këngën Ligjërime, ku kënga e Fehmi Ibrahimit e priti në mënyrën më të shkëlqyeshme. Po ku ka si ti është Shqipëria ime. Dhe çuditërisht kur je jashtë, ashtu siç thonë, bëhesh edhe më shumë patriote, apo jo? Por ke emocione të forta, natyrisht, sepse të prek një publik i huaj, është një publik shqiptar, sepse aty kishte edhe norvegjez, është një publik shqiptar, por në atë sallë ti e çon edhe të huaj edhe shqiptar. Po. Dhe je përfaqësuese e Shqipërisë, një Shqipëri e vogël që këndon para mikrofonit. Ndonjë emocion i veçantë me publikun, me ato që të ndjekin, ndonjë kontakt që të ka bërë përshtypje, që të ka njohur në një vend të panjohur, për shembull, ose ndonjë vlerësim në Norvegji kanal që më kanë njohë dhe nëpërmjet duket kanë pa ndoshta edhe intervistat, koncertet dhe këto. Një gjatë që më ka bërë përshtypje, mendoshe, thoshe edhe deri në Norvegji, po unë kam kënu para shumë viteve dhe në Norvegji me një orkestër, kam kanë aktive dhe më thanë, por ka momente shumëta po. Natyrisht, duke qenë se je një këngëtare aktive, duke qenë se zëri yt është në formë dhe tenton të organizoj dhe recital, nuk është punë e lehtë, përkundërzi. Duke qenë se zëri yt është në formë dhe tenton të një organizoj dhe recital, diçka më shumë nuk është punë e lehtë. Duke qenë se zëri yt është top, apo jo? Po, normalisht, sa më shumë që troj zani është më shumë jenë Ke ndonjë këngë të preferuar që të vjen në buzë? Shpesh e kënaq të shtëpia jom, plot me diell, plot me ngrohtësi. Në dimër e në pranver kemi kaltërsi. Dritarja jon hapurri për ty ditë e re, me dashurinë e njerëzit. Sa bukur na ke ëmbëlsuar këtë mëngjes. I duam një njerëzit, ti kemi gjithmonë pranë, shtëpia e jona, e bardhë, ti rrisim fëmijët, me diell dhe me djersë, me dashurin për njerëzit tanë të mirë. Të falenderoj shumë, shpresa që ishe sot në studion ton. Mirëmëngjes Shkodër, të uroj shëndet, jetë gjatë, suksese, mirënjohje, çdo gjë të bukur në jetën tënde. Unë të falenderoj shumë për ftesën, falenderoj popullin e Shkodrës, i cili lun një respekt shumë të madh për mu si artiste. I du të mirën gjithve, t'jenë shnoshe mirë, të paqin gëzimin familjet e ty në gjithmonë. Ashtu paq edhe ti gjithmonë, këtë mirënjohje, këtë dashuri, këtë ëmbëlsi, këtë ngrohtësi dhe këtë zë kaq të bukur. Faleminderit shumë shpresë. Faleminderit.